Dhe sot e kësaj dite Perëndimi dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës e paguajnë 20-30% më pak femnën në rrugë, veç pse është femën edhe pse e punon të njëjtën punë. Kjo është barazia gjinore sipas tyne. Mëse vinë me na kallëzu masalla për 8 mars. Edhe për na kallëzu drejtat e femnës. Dhe sa Islami na i ruajti familjen. Nuk lejoj dikush me bë zina, me lind fëmia e me të barë për shoqërinë, e mase ne ta ruaj sociale, le ta ruaj shteti, le ta ruaj gruaja, ai maqorri me ik që tërka, maca, sikur macat e ke pa, maca vjen ti pjan shpinja 6-7 maca të vogla, nëse dim kush është maqorri. Lypja babën, ku i gajte më kjo vet, kjo e kuqe ka dal ky i vogli i zi. Me ditë maqorri që ka pas sy. Që shtonën po den me na e bosh shoqënin. Në për kamiona, shlepera, nër toke, përmi toke, hotela, se në me na pru, fëmijët maqorrave në mos me dit kush o baba. A i fëmij mos me dit kush o baba i vetë që qëfar zullumi jën ka i bëjnë. Perëndimi këtë e ka, bashkjetes në emën të martesës. Bashkjeto për mos u marto. Mos u marto. Bashkjetoni thëjnë. Dësa nesër, a i nuk një hall, nuk njeh teze, nuk njeh daj, nuk njeh kusherin, kërkon se ka. Dhe ai boti ftoft ndaj gjithve. Islami këtë jam se njerëzve, runi printe juj, respektoni printe juj, respektoni akrabat e juj, vizitoni akrabat, është Islami që na ka nxit këtë punë.